Enti shtetëror i revizionit ka konstatuar dobësi sistematike në punën e Byros për zhvillimin e arsimit, të cilat janë publikuar në raportin e revizionit të rregullt për vitin 2024. Sipas tyre, për të udhëhequr me byron, është emëruar një ushtrues detyre drejtor, i cili ka ushtruar detyrën për mbi 5 vjet, që nënkupton më shumë sa që është përcaktuar me ligj. Janë bërë pagesa për kompenzim për bashkëpunëtorët e jashtëm në bazë të rregulloreve të miratuara në periudhën paraprake, miratimi i të cilave është në kompetencë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, ndërsa konkurset e shpallura për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm përmbajnë kritere që këta persona duhet i plotësojnë, të cilat janë të ndryshme nga kriteret e përcaktuara në aktet e brendshme. Drejtori dhe zëvendës drejtori i byros, me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, emërohen dhe shkarkohen nga qeveria me mandat 4 vjeçar. Gjatë vitit 2023, byroja drejtohet nga 2 ushtrues detyre, të cilët nuk janë emëruar pas shpalljes publike me mandatin 4 vjeçar. Drejtori më parshëm ka mbajtur postin e ushtruesit të detyrës drejtor, të cilin e ka përfunduar më 18 korrik 2023 për një periudhë 5 vjet e 3 muaj. Ata më tej thonë se për shkak të mungesës së mjeteve financiare, nuk ka pasur mundësi të realizohet trajnimi i mësimdhënësve në arsimin fillor dhe të mesëm në masën e përcaktuar me ligj, si dhe nuk janë zbatuar aktivitetet dhe funksioni i revizionit të brendshëm. Në vitin 2023 është bërë procedura për akreditimin e ofruesve të trajnimeve dhe shërbimeve, e cila është realizuar për nevojat e trajnimit të mësimdhënësve në shkollat e mesme, trajnim që ka përfshirë 2925 mësimdhënës nga shkollat e mesme në vend dhe është i vetmi trajnim i akredituar i realizuar në vitin 2023. Në këtë mënyrë janë mbuluar vetëm 41.5% e numrit të përgjithshëm të mësimdhënësve në shkollat e mesme dhe ka zgjatur 8 orë nga 10 orë të planifikuara për një periudhë 3 vjeçare. Po ashtu, lidhur me realizimin e trajnimeve, raporti thot se buxheti i byros duhet të përfshijë së paku 62.000 denar për trajnim 8 orësh për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat fillore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Me shqyrtimin e dokumentacionit financiar, revizioni ka konstatuar se për këtë qëllim, nga buxheti i byros për vitin 2023, janë parapar 5.940 denar, ose vetëm 9.5% e mjeteve të nevojshme.